në pjesën qendrore të studios dhe si thash edhe në fillim fare do të flasim për motociklizmin. Në fakt shpesh thuhet se motociklizmi është më shumë se një mënyrë udhëtimi, ajo është një mënyrë jetese një farë forme për disa. Një ndjenjë lirie që të pushton edhe që në fakt kë e ka pushtuar nuk e ka lëshuar më, kështu të paktën thuhet. Sot pra në këtë rrugtim që do të kemi në Djelavlen me 2 rrota, është një pasion që e lidh në fakt adrenalinën dhe shpirtin e aventurës. Sigurisht do të flasim me një temë të lirë me të ftuarit që i kemi sot këtu në emisionin e Djelavlen. Nuk po e zgjas më shumë sepse dua t'ju prezantoj me ta. Është Drenic Spahia, kryetare e klubit të motociklizmit Qikat. Mirë se erdhe në Djelavlen, kënaqësi që ju kemi. Nuhi Lugagjiu, kryetari i Federatës së motociklizmit. Mirë se erdhët Nuhi. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Afrora Sadiku, antare e klubit Qikat, që është bashkangjitur bashkë me Drenicën, mirë se erdhe, kënaqësi që ju kemi. Dhe Fidana Ahmeti, antari i bordit të Federatës së motociklizmit. Mirë se erdhët në Djelavlen. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Spari po japi përparësi Qikave, me qënë se edhe klubi ka emrin Qikat. Si lindi pasioni, si motocikliste në këtë rast? Edhe qka ju kishe preferu Qikave? Po, personalisht prej vogël e kum darë gjithë motocikletën, po normal, ndërko familja ka menu që është shumë rrezik, po në momentin që më ka jep mundësia dhe e kum ble motorin tem të parë, para 5 vjetë edhe e kum zhvillu si sport. Po, Nuhi, sa është aktiv motociklizmi tek femrat? Do t'ja bëjmë një shpjegim edhe pastaj edhe shikuesve, sepse në ndërkohë gjatë bisedës do të flasim nëse mund të përzihen në para me shkujt me femrat e këto të tjerat. Okej, edhe njerë përshëndetje për gjithë shikuesit. Federata motociklizmit të Kosovës do të në nëmbrellën e saj ka disa klube, ku në mesin e tyre është edhe klubi i Qikave, të cilët organizojnë evente të ndryshme, këtë vit organizojnë edhe një garë, e cila do të mahet në kryeqytet në Prishtinë. Garuse vajza, do thot, muj me thonë që këtë vetë nështë kemi një numër pak më të madhë, kurse në kras ka pas një numër të kufizum viteve të kalume. Kemi pas në junior dhe super junior, vajzat vogla të cilët e kanë dash me pasion edhe kanë garu. Kurse për hobi, kemi që shohmi edhe kemi antare vajza të cilët ngasin motocikleta. Që është një sport në rritje e sipër që vajzat çdo ditë më shumë, jo vetëm vajzat, po flasin përgjithësi në Kosovë, komuniteti po e përqafon edhe po e vren dallimin rritjen. Po, ka një rritje, një numër shbegjet më të motocikletave të cilët tash tuti i shet gjithandej nëpër Kosovë, nëpër rrugët e Kosovës. Mirë, po ajo që është shumë e rëndësishme që i bëj thirrje që të kenë shumë kujdes edhe të pajisen me dokumentet, të kenë patent shofer, edhe të kenë kontrolla teknike në mënyrë që të arrujnë vetveten mas pari dhe të rrujnë gjithë ata të cilët janë në komunikacion. Po, Afrora, pasioni për motociklizmin sigurisht ka lindur shumë herët. Për mu ka lindur shumë herët, se une të morë parasysh që une jam rrit me një familje që i kena dashur gjithmonë sportet ekstreme dhe i kena përcjell shumë. Unë si për fillim me bicikletë jam marrë, ma shumë hobi kom pas bicikletën, po tani në ndërkohë urrit apetiti. Urrit apetiti për adrenalin, fakt, edhe momentin që u bona zojeve të vetës që anisa me investu në hobin tem që më pëlqen. Po, rritet adrenalina, shumë kur, dhe më thëmë, unë është me kalu prej bicikletës në motocikleta? Po, patjetër se. Për shembull, ti personalisht a je i dhënë pas kësaj fushë? Personalisht kam skju para se me vozit motorin. Adrenalinë dhe ajo, gjithashtu futet në sportet ekstreme, pastaj kur kom fillu me vozit motor për herë parë, kom në krës, edhe ma dha ndjenjen thujet skija, qatë adrenalinën, edhe pastaj kom fillu, që shtot para 15 vjetë, zakonisht teknik, po jemi bo 20 vetit, kemi bo maturat e këtë, po që 15 vjetë voziti, vitin e kalum i kom bo 17.000 km në për Evropë, këtë vetë po ashtu kemë fillu me... Që fillon gjatë sezonit verës këto limitet vetës me athy, rekordet vetës.
Para verës, tash në qëshur, kem fillu se në temperatura shumë të lartë edhe është pak vështirë me vëzit, sidomos nëse të vjene për qytete. Tash kemi qenë me një rrugë për Austri, kemi bo mbi 3.000 kilometra, zyrtarisht kemi qenë me një garë atje, po pas Si është ndjenja me udhëtu për shembull prej Prishtinës, rrugë të largëta me motocikletë? A ke ndjenjen që se na tash, kur flitet për na që nuk jemi në atë ujë, që thojnë, mendojmë që është sport ekstrem edhe mundet me has probleme deri atje, se shumica priton me vetur, me shku e lemo me motocikletë. Çfarë ndjenje ta jep? Si janë ato pushimet, pauzat, po? Përcaktuhet një prerës, ose koordinatori rrugës, pavarësisht, ai zyrtarisht apo jashtë zyrtarisht është mirë me kam një prerës që mi bo rrutën, pit-stopat ku kanë mund dalë, ku është ka me... Të gjitha janë planifikuar. Planifikimin e rrugës, edhe të paktën respektuat qaj prerës. Pa, kush do që t'jetë, respektuat qaj prerës, edhe se nuk ka të i kalimi, për shembull përcaktuat rruga, ky ka me ka një pari, ky dyti, ky treti, ky si... Nuk duhet mu konsideru si garë, për do me thonë, veç se... Qatë arsye edhe, përje që bëhet qaj kryetar në thujza, i qasoj rrugës, edhe du të më respektu. Nëse ka respekt edhe ka regula, disciplin, si është minimale me konë në incident, minimale, më së thëmë, sepse respektuhen shenjat e komunikacionit, respektuhen gjitha sen që është rrëth motorit. Po. Drenica, për shambull, ty atë ka rastis me udhëtu jashtë, largë? Po, njëtën rrugën vitin e kalume. E keni bo bashkë? Po, bashkë në Austri, edhe që shtë edhe Fidani, si dhe ki prirësin e mirë, shumë knatësise me vetur është. Në më thone, që janë edhe pamje ndryshe, edhe është bashkë pisedemi, kena këto pajisjet në për helmeta, është shumë qef. Në më thonë, nashta është disa det rruga, po është nuk e ndjenja që është disa ditë, është shumë shpejt kalon. Në fakt, kjo komunikimi me këto dëgjuesit pajisjet është shumë i mirë edhe pavarësisht zhurmës që e japin motocikletat, mundeni me komuniku. Afrorat ka ra edhe ty? Jashtë hala jo? Jo, hala. Cila është arsyeja që ende nuk e... Me tregu drejt, e kum pos një motor me herë 250 kubik, edhe me to nuk ma ka mormenja me unis. E tash e kum dru, e kum marrë një 600 kubik. Kawasaki është sportak, po aj nuk është për rrugë gjata, aj është tamam për sport. Për rrugë gjata duhet tjetër motor, se sportaku t'lodh në rrugë gjata shumë. Po, unë ma shumë e kam punën e sportit. Do më thonë, pas ka dalim... Po, kena dalim kategoritë të motorit. Kategoritë edhe, do më thonë, motocikleta me motore. Dikush e dënë si sport, dikush e dënë për me udhëtu, dikush e përdorë si mjetë pune, transporte, do më thonë, kena kategoritë ndryshme të motora. Po, nuk jam, unë është me nga tregu pak këtë... Gjata, do të dalojnë kategoria e motocikletat. Se mu më është dukur, për shambull, këto motocikletat janë shumë praktike, për anën tjetër, kogja duhet përgatitur. Më varet cili është habi, dëshira edhe se qka planifikon me realizu me motociklet. Për shembull, nëse motocikletat që i kem na, për shembull Fidani, unë Drenica, Drenica me një kubika pak ma të vogël, mirë po ato për qytet janë pak ma të vështira, sepse është mazar me ka kolona, ka gjana. Kurse nëse flasme për qytet, mund është me marrë një skuter, edhe është motociklet, po që e realizon një dëshirë, po nëse ti kry një punë, po nëse ti vendosë më njësë për një rrugë ma të gjatë, do dush me pas një advention, mund është me shku edhe me vesp. Po më varet prej kubikazhës, më varet prej mënyrës se se ti donë me realizu atë rrugë. Kështu që dalojnë kubikazha, dalojnë kategoritë e motocikletave, më varet se përshka i destinon. Për gara, për shembull, motocikletat tona nuk janë për gara. Do thotë janë vetëm për rrugë. Mund me pas një disiplinë të gara, po të cilat nuk zhvillohen tek ne. Kështu që më varet se ti çka planifikon me realizu me atë motocikletë dhe përshka donë me shfryzu. Kështu që dalon kubikazha, dalon performanca e tyne në bazë të këtë kategorive të motocikletave, qoftë nëse do me udhëtu mrena Kosovës lokal, ose do me bon kilometra dhe ma të gjata.
Ne folëm për rrugët e gjata, që besoj do të kthehemi prapë tek rrugët e gjata, po më intereson se si funksionon dhe andjenit sigurt në rrugët e Kosovës. Në përgjithësi na e dim që kushtet nuk janë edhe aq të mira. Po. Për këto automjetet nuk është e lemo edhe për motocikleta dhe bicikleta. Po, është pak problem tek na me vozit, se dosh me menu nashta për kërë dosh me menu për 2 persona, do të thonë për vete dhe për personin që është në trafik që je afër, për motor dosh me menu për 3 ose 4 persona. Te na nuk respektohet shumë motociklisti, nuk e din, do të thonë, nëse te je në shpejtësi, nuk e menojnë që je pjesë e trafikut, e prejnë rrugën, nuk jepin shej, edhe për ata kena edhe aksidente që në çdo vjet tu rrit më shumë. është e teprume kjo pak puna e motociklizmit, sepse në portale non-stop e sheh që një vetur gjithmonë është përplas. Po, shoferat e veturave nuk janë të vetëdijshëm që tash, do të thonë, ditë sodet ki pjesëmarrës në trafik, edhe motociklet, edhe biciklet, tash edhe po ka edhe trotineta, po ka edhe automjetet. Në fakt, jo vetëm vozicit e veturave, po në anën tjetër, jo të gjithë motociklistat pastaj i kanë ato informacionet shtesë. Si federat, ka trajnime ose gjanat të tilla përveç lejes që mirret? A mundet me organizu ndonjëherë trajnime vedisimit? Nëse flasmi për shembull për strukturë të organizume të klubeve që janë pjesë e federatës edhe të cilët me të vërtetë janë anëtare në federat, po flas këto viteve të fundit nuk kemi pas ndonjë aksident. Prej antarëve. Prej antarëve, po, por në përgjithësi për të tjerët me ofru diçka që nuk vedisu. Të gjitha klubet e kanë një strukturë organizative dhe kanë nga një antarësi, të cilët me të vërtet i kanë këto informacione se si duhet sillen në rrugë, se sa duhet jenë kujdesshëm, do thotë edhe janë të përgatitur mirë për rrugë. Edhe prandaj nuk kemi na asnjë aksident, po flas, edhe është një numër bajegi i madh. Problemin e kemi te ata të cilët kanë pasion dhe e realizojnë këtë punë si hobi, mirë po që ende nuk kanë përvojë të madhe në motocikleta të cilët dalin ndoshta për herë të parë në rrugë. Ose ndoshta edhe nuk e kanë pasion, por e marrin për të tejkalu nevojat e tyre për transport. Edhe kjo ndodh, për shembull që ka një energji të prumë, ndoshta do thotë po pengasni motocikletë dhe po dal po bëjnë një xhiro ose diçka të tillë edhe pson. Ka edhe shumë prej atyre që janë të padisiplinuar sepse Drenica shumë mirë tha që me të vërtetë du me dalë edhe aty të ngasit e automjeteve. Ata pikë respekti nuk kanë për neve. Do të ne na shohin si huligan, ne na shohin si gangstera. Në fakt nuk kemi, na jemi familjar, na jemi njerëz kulturum, secili kemi kanë një punë primare të cilës sukër që e bojnë edhe ata. Po kjo është një hobi, është një diçka që na ndjejmë pak më ndryshe me bën një sport, po edhe thjesht një mundësi më lehtë edhe më atraktive për me qarkullu. Po. Se nuk jemi tonë kohën edhe na në rrugë. Mirë po ideja është që i kisha bërë thirrje gjithë atyre të cilët me të vërtetë dëshirojnë me pas një motocikletë dhe dëshirojnë me dalë me bë xhiro ose pavarësisht dëshirave tyre, thjesht i kanë disa informacione, pahisin me patent shofer, fillimisht trajnohen ose të vetë trajnohen në për ambjente ku ka pak qarkullim, do të lirojnë vetveten dhe të shohin mundësitë e rreziqeve të cilët janë evidente dhe janë të papritura në komunikacion. Sepse Drenica tha që ti nuk duhesh me mendu vetëm për veti, duhesh me mendu për automjetin përpara, për automjetin mrapa, për vetvete edhe për dikant tjetër, ndoshta në kafsh, në diçka, sepse është rreziku edhe prej kafshëve. Ne kemi raste që në autostradë del një kafsh, për shembull edhe të papritur. Kështu që gjithmonë duhesh më qenë i fokusuar 100% në mënyrë që mos të ndodh asnjë aksident. Në ata që ishim në Austri, edhe muj me bo dallimin prej një vend tjetër se sa respektohen motocikletat prej ngacëve të automjeteve. Me zipritni me kalu kufinin e Kosovës? Jo, me zipritni me kalu kufinin e Kosovës është fakt, mirë për në Kosovë me të vërtet nuk e din se çfarë drejtë kem na dhe cilat janë ato drejta që ata duhet më na respektu neve. Po flasmi me legjë telekomunikacion, po flasmi edhe njerëzisht. Sepse komunikacioni funksionon edhe njerëzisht, nuk funksionon vetëm me letre të shkrume. Kështu që te na, kur do që e shohim ja hasim në motocikletë, ata tentojnë ashta me të provoku, me të ofru, nuk ta liron rrugën, absolutisht nuk ta liron. Përkundrazita vështirëson. Përkundrazita vështirëson. Për shembull që në Shqipëni respektohen shumë, unë me sa ku vrejt, do të respektohen shumë motocikletat.
Do thotë edhe prej nga ona policisë, edhe prej nga ona e ngazëve të automitet do të respektohen. Ndoshta kanë përvojë pak më shumë, ndoshta e kanë lexuar pak më shumë, edhe ndoshta e shohin si një vlerë të shtume. Sepse motocikletat, komuniteti i motociklistëve pa dash me qitë në plan parë, po unë menoj që... Jo, unë jemi këtu për ta përkrahur si sport. Ideja është që... Ta majmë një trajnim kështu live të Jo, trajnimi live nuk mundu mu maj. Trajnimi majtë vetëm në motociklet edhe ku me të vërtet... Kështu e pa ta, teorikisht. Teorikisht, po. Desha me dalë të një temë që është shumë e rëndësishme. Për shumë, gjithë motoristat në Kosovë, pa dalim grupacionit ose klubit, ata e zhvillojnë Kosovën. Do të promovojnë vendet. Krosat i promovojnë për shumë gjitha bukurit natyrore në Kosovë, edhe jashtë Kosovës. Kategoria tjetër, adventure, gjithashtu i promovojnë, sepse videot, storjet, fotografitë të cilat publikohen, nuk ka as agencion në Kosovë që i bënë më të mira. Na i bëjmë gratis, i bëjmë falas. Edhe video gjatë vizitjes. Përveç knatësis, do thot na Kosovës ja ofrojmë edhe qëtë produkt, falas, ku kretë shoshni edhe njerë të cilët janë jashtë Kosovës, do të i shojnë që ato bukurie, shojnë qatë natyrë që na i ka falë Zotit dhe që i kemi matë mirë ndështë në rejan. Kështu që edhe është 0 euro, do të pa pare. Do të nuk kemi në asë një agencion të mirë fellë në Kosovë që e bënë këtë punë. Përveç agencionet turistike që e bojnë për përfitime personale. Po që e kanë punë edhe biznes. Po që e kanë punë. Tani nëse dalimi prej Kosovës në malin e zida, të ka një kulturë tjetër, po nëse dalimi një shtetë të Evropës, edhe ma ndryshe. është edhe ma ndryshe. Po edhe regullat janë ma ndryshe që një motorist duhet me indjek. Kështu që gjendja aktuale në Kosovë është me të vërtetë shqetësuese, sepse e thash që janë disa motoristat të cilët ngasin motocikletin për herë të parë dhe nuk kanë kujdes dhe nuk kanë vetëdijshëm se çfarë rreziku. Motocikleta nuk të falë. Do thotë gabimin motociklet do të nuk të falë. Nuk është diçka që është i kushtueshëm. Do më thonë që e gjenë vdekjen aty për aty. Se ka raste që edhe kjo ka ndodhur. Mirë, po pasojat janë shumë të mëdha. Fidonin kemi pas prirës Kosovë-Austri, do thotë që 2 vjet, më shumë se 3.000 kilometra kanë qenë rrugë, asë një incident i vogël nuk na ka ndodhur. Do thotë, se cili prej nesh, se cili prej atyne që del në rrugë, nëse më të vërtet me vetë dije, e nget motocikletën, nuk mundët me ndodhë. Mirë për na kemi raste shumë që rrinë telefon, bisedon telefon, kemi edhe kësi raste. Edhe ato janë gabimet të cilat nuk falë. Po, vedësimi maj madhe që mundët mu bo është që Policia Kosovës edhe organet që miren me rujtjen e rendit edhe të sigurisë, është mirë që mos me falë kërkan. Do të një bëjtire mos me falë. E ki një bëtë... Me sa po e kuptoj une, a ka dalime edhe përmes edhe policia që bën dalime dhe nuk janë shumë vetëdijshëm për motocikletat? Policia Kosovës nështë... A ka gjithmonë përfarësi vetura? Jo, nëse flasmi në komunikacion, duhet me respektu regullat e komunikacionit njësoj, si motocikleta, si automjete. Për policinë e kom fjallën? Nuk ka përparësi nëse ti e bën një shkelje. Nuk ka përparësi askush. Mirë po, nëse nalet një motociklet, ose e sheh pa helmet, unë po 0 tolerancë, nuk ka falje. Edhe me shtu edhe dënime. Do të me shtu edhe dënime shtesë për shkak që nuk ka vrejtje. Në motociklet, sepse shumicën e rasteve japin vrejtje, po mirë, po ideja është që nuk ka vrejtje. Do thotë dënimin duhet me marë... është dënim, po. Jo, duhet me marë një dënim, sepse pasojat janë shumë të mëdhaja. Do thotë ti jep një vrejtje mas 1 kilometra e gjenë vdekjen. Do thotë vrejtja me motociklet. Kjo është vrejtja që ka raste, nuk po thamë në gjitha, po ka raste që japin vrejtje, i tolerojnë, s'ke patent shofer, nuk ke helmet, nuk ke regjistrim motociklet, automatikisht konfiskim, edhe pse nështë jam shumë i vrasht, po... Jo, duhet kemi të vrasht, sepse edhe jeta po na bëhet e vrasht kur po ndodhë diçka. Sepse përveç vetë vetës, ai po rrezikon edhe shumë njerëz tjerë në komunikacion. Kështu që trajnimi më i mirë edhe bashkëpunimi, na kemi një bashkëpunim shumë ngushtë me policinë e Kosovës, shpeshherë bisedojmë për këto gjëra, mirë po në terren puna nuk kryhet ashtu si duhet, po. Na qysh puna me Albania, sepse na shohim vetë rrugës që kemi shumë gast motocikletave pa helmet. Edhe kalon për skejnë policisë, nështë edhe nuk vrejet.
Po, është bërë pak shqetësuese sepse dhe shumë kompanit bizneseve kanë marrë motocikleta edhe i sheh të gjitha ata punëtor pa helmeta, futen duhet, ku s'duhet, janë këgja shqetësuese, nuk po du me përmend emra për shkak të marketingut, por është një marketing jo i mirë, një farë forme, po kemi ardhur në një ditë që edhe marketingu jo i mirë po konsiderohet marketing, kështu që s'po flasim vetë. Sa jemi te siguria, nëse më lejohet me përmend një detaj është shumë interesant që vetmja Kosova, për shumë asnjë komunë dhe asnjë kryetar një komune nuk i ka rënë ndërmend, as qeverisë Kosovës që të sigurojë hapësira për parkingje të motocikletave. Në momentin si del për i Kosovës, në çdo shtet, i ki hapësirat e parkingut i ki parkingjet e posaçme për motocikleta. Kështu që na kemi edhe një problem shtesë kur vim kryeqytet ose kur shkojmë në një vend tjetër, do ti nuk ti dush me lënë trotuar. Kur e lën trotuar, një non me një karrocë me bebe do ti pengon. Një të moshumit ti pengon. Do të është një problem zinxhiror që na me disa gjona kemi ecë para do thotë aspektit infrastrukturor, që njerëz nuk e kanë menduar edhe këtë pjesë të motocikletave. Për shembull, ka pas problem me taksista, një kohë gjatë nuk kanë pas ku mu parku, e kanë bërë një zgjidhje. Mirë po, edhe pse na kemi bërë kërkesa të tilla, nuk është që kemi bërë kërkesa të tilla, por nuk na kanë përfil bilam, na kanë injoru parking për motora, pse as po kiku me lënë motorin, imagjino. Kështu që na duhet mu vedisu si komunitet. Por e një piksen. Po jo, një piksen se tash për shembull kemi një numër shumë të madh motocikletave dhe tash imagjino nëse bëhet një fezë dikon, ti nuk iku me parku. Okej, ajo është një det, por këto janë të zakonshme, është një trend në rritje e sipër ku po flas në kryeqytet, ti çdo kund ku e lën motocikletën ose ki menzon një parking që është i dedikuar për automjet, ose kime pengu në trotuar një hapësirë komësorve që është e dedikuar për ta. Kështu që edhe kjo ndikon të çështja e sigurisë që na duhet mu trajtu pak më ndryshe. Do trajtimi fillon prej bazës. Dikush në institucionet tona duhet me mendu edhe në këtë aspekt, që këti komuniteti që është shumë i pastër, që është shumë i edukum, se mbi gjitha janë shumë të edukum, se është çështje kulturore, nuk vëzit çdo kush motociklet. Edhe thash, nëse jemi të organizuar, po flasë se kemi numër begit madh, do të ka ndodhur në gërvishin e diçka, po aksidente fatale, po deri më sot u bonën Sovjet, federat nuk kam dëgjuar edhe nuk kemi pa që ka ndodhur. Unë shumë po shpresoj që këtë bashkëbisedim do ta dëgjojë ndonjë kandidat për kryetar të komunave, sepse do t'jenë edhe zgjedhjet lokale. Po tash mundet me dhezë kja. Po, mundet pak me dhezë. Kena ka pasur pak. Ajo që kam la përshtypje është Fidani, që tha pak më herët është ndonjë pris, që edhe nuk na tregoj që pas ka qenë pris për 2 vite në rrugtimin në Austri. Çka duhet me pas një pris? Çfarë personalisht ti Fidan, çfarë strategjie përdor? Qka ka diçka? Tolerancën, sin komunikacion, sin komunitet. Me thonë, du të me pas durimin edhe tolerancën. Edhe nëse dënë me kona fat gjatë motorist, fatkeqësisht do të me menu që kur s'ki drejti në komunikacion e këmë fjallën. Gjithmonë e llogarit që ai ka më dalë, edhe pse jeti në rrugë me drejt komunikacionit, po nëse dënë me kona fat gjatë. Po këthejnë atë aksidentet që po ndodhin ma... Po mund është mu kyç thjesht në këto të gjitha edhe të... Neve si komuniteti motoristav, mas shumë të që na njëllosin, thojza, janë adoleshentet me do skutera edhe kompanit që bartin e përmenda, po. Unë mendoj që fatkeqësisht as nuk i pysin ata, din me vëzit motor, apo nuk din veç qoja këto shqema atje, shfrytëzohen për punë, po. Shfrytëzohen maksimum edhe ata, si qeni njërzore, që s'është e drejt, edhe neve po na njëllosin si komuniteti motociklista, sepse të gjithë na kemi familjarë, si ta shohin një lajmë, mos të borë zodi u mytë një me motor, 99% të rasteve i ki kësi lloj motorista, që edhe ata janë motorista, po ose janë adoleshenta, ose janë qëse që po bartin... Sa ju lejohet adoleshentave për shembull me vozit motor? Po, të motociklizmi shkën, të motora shkën me kategori pak.
Edhe prej moshës 16 vjeç, me kategorinë ani. Unë për shembull e kam djalin 16 vjeç, nuk vjen konsiderat as me ma kërku, se le me dalë në rrugë. Me ligj e di që i lejohet, po, veç me naj federat, me u kyç me naj klub, sepse me vozit thjesht, kështu është. E mira e klubeve që është se kanë shumë përvojë, dhe më thonë, shumica për shembull, Fidani edhe Nua janë pjesë të klubeve të regioneve të veta, edhe është që kam përvojë shumë, kur e mësën motorin e mësën me dikën që ka përvojë. Dhe thonë, jo kryen veti me motorit edhe se nuk mund është me mësu në mënyrë dë drejtë. Do të kalojmë këtu sepse nuk po du me ndërprej Fidanin ma ato se qka është të dasht me e thonë, e ke më këthy të adoleshentat pastaj. Te kjo pjesa është mirë mos me pas tolerime që shta dhe kryetari ma heret. Për shembull, unë i kam dy shokët mi që kumë vëzit që 15 vjetë me ta bile shfrytëzoj rastin mi përshëndet, Fatmirin, Brymen dhe Akijun, të pi kafe, patën shoferin nuk me apen shok të shpirs, nuk me apen me regjistru motorin. Shqyve na jem shok, ta unë keq, po nuk me ta. Edhe në qatë nervoz, këmë shku direkt, po fuli para 15 vjetë, e këmë regjistru autoshkullin, këmë kuj kejt atë, edhe po më thirin mas nej, dullu me hongër, me pitha, dim se s'ta këna se ne e bon obligim me patën shofer me regjistru motorin. A je motorist, po. Po do me vazhdu këtë rrugtim, po, mere patën shoferin. Jo që më kushtoj këtë i ke mu me ta jap ty në patën shofer. Po, t'jesh i pa isën, po. A jesë me një diçka që nëzirët nërë një jetë. Për që atë arsyone, ju kësha sugjeru kush do që me nën me vozit motor, me pas shumë kujdes, pa isë mus me dalë, more 10 km, 1 km nëse vazhdojnë me vozit, mus me dalë se ti e nalë. Okej, ti e shumë i përkrym në regull, po vjen mrapa të rrugë dikush. Gjithmonë që to e mendoj. Që ka thonë pleqke na, ka thonë me përdi qëfar budale jo, po qëfar budale po më vjen nuk e di. Është një gjuhë e rrugës pak edhe e përmenda si fjallë popullore, fjalli. Vërtet dhe me kanë tolerant, pak rruga kur të shkëjsh, dikush hin pak një presion, o familja, o mërzia, o edhe kujtë po foli rrugë gjatë, në edhe gati 10 ditë kemi qenë stash. Po. Po du të me kanë tolerant. Unë i falendere edhe kolegët e mi kryetarin, kam qenë koordinator edhe shumë evente ndryshme, epopeja për kazit në bashkëpunim me Fanol Shalën, ditëlindet e Sinonit po ashtu, me Bek Berishën, me disa bajegi organizime, ma kam besu këtë farë koordinimi, po shpresoj që si kumë zhgënyu. Për diri sot kanë ofru Fidan, sigurisht që zhgënjimi ka qenë zero, s'ka pas vend për zhgënjime. Me gjithë ma të mija në rojmë. Unë e thëmë njësa, na kena me uthua, hajde uthujmë të knaqë. Se ti kime bo një rrugë. Po. Pavarësisht, a i zyrtaresht, apo me shësh një që dhe të qofë, hajde bojmë të knaqë këtë rrugë. A dhe në që letjet edhe... A mundën me ndodhë gjonat pa pritu, nasi me na gjonë, Fidan? Sepse rruga është rrugë. Gjak ftëfësi, po, mënet me ndodhë, jo, për shamull, të provokon dikush me kërë, ose në gjona tila, ose në një aksident i vogël, ose në një prishe, veç du të me marë të shetë që gjdo sanë ka zgjidhje, që du të me lypë zgjidhjen ma të mirën të mënshme. Komunikimi, për shambull, qësh është me grupin mrapa, që përmendi Drenica që është komunikimi me dëgjuse, qka folë një aty, a vërnja në hajgara, qa? Këtu nuk va me kazu. Tash pohim ka funi emisionit, pak. Do shaja me do, tash, vërtet ka jetë teknologjia, jenë pajiset, andalmi, s'kam benzin shumë, kam nevoj me piuj, apo nevoja fiziologike, cilë do qoftë, komunikojmë njëni me tjetërin, zakonisht kemi shumica kësi pajisje Bluetooth që janë, po sidomos unë kur u thujmë që shtu gjatë, i pari, i mesit edhe i fundit, kam qef me konë pajisën me këto, që me komunikua, del... E të gjithë me qenë pajisën, a është ma e vështirë? Jo, veç i shkam ba, dikush fillojnë të le hajgarët në zveti. Ato hajgarët ta bojnë rrugën gjithë minuti, thoi. Atë të mirën e vetë. Përveç atë, për qështja e komunikimit, shumë motocikleti i të përjetu një adrenalin, i të pa një pamje të jashtëzakonshme, një pamje për shumë që nuk mund është me përjetu me automjet, mund është me përjetu në kam, po jo me atë shpejtësi, edhe njëkohësisht trunin i të relaksu me një muhabet që është njësë gjatë qasoj rrugës. Kështu që përveç pinstopave që përmeni Fidani që duhet munal, për nëjë nevoj, për shumë për derivate ose gjona tjera, sepse rruga kalon qaq mirë edhe qaq është atmosfera mirë, sa që me të vërtet
në fatkeqësi që na nuk e kemi 12 muaj që mundna me vozit, se me motociklet ja vlen, shumë ja vlen me marrë rrugë, qoftë gjata, qoftë mrena Kosovës, qoftë me i vizitu vendet, sa të bukra i kemi, edhe pse ju edhe vetë, po në grupe është edhe ma mirë. Edhe ma mirë, edhe ma sigur. Edhe ma sigur, sepse... Nuk thyhet leht grupi, po. Ndodhë një aksident, për shumë tash që kem, unë e pata një problem me një defekt teknik motociklet, po grupi nuk më lanë as me menu në drejtem. Shkune, murën, e bletën, e rrugullun edhe një shumë ma sigurt edhe nuk lanë ty me menu gjona të cilat ose të qesin depresion, ose thjesht se... Të bojnë me undi pishman që more rrugën një farë forme. Po, sepse na gjithë nuk muna më konë edhe teknik ose dishëm në aspektin mekanik të motocikleta, po në grupë se cili din dishka ma shumë se tjetri. Edhe kështu që kalon qash letë, sa që aty nuk e merë vesh atë defekt nëse ka ndodhë. Kisha pas qef se u më të i përmen bukurit që si shihen për mes motorit, kisha pas qef me i pa disa fotot të klubit Qika që i kanë bo, edhe në ndërkohë drenisti mundësh me na të regu, paka shumë historit vogla të shkurta të fotove. Këto fotografit janë prej aktivitetit bashkë me Federatën e kena pas në shesh Prishtinës, këtë vikin 30-31 maj. Ka qenë aktivitet vetë disus për mi motivu femna që kanë pasion motorin, mu pajis fillimisht me patën shofer, mi marë hapat e parë të motocikletës në mënyrë duhur, edhe ka aktiviteti ka qenë shumë i sukses shumë, 100 femna jënë regjistru për me mësu motorin me instruktor, më thonë të specializum për kategorinë A, edhe interesimi ka qenë i madhë, po besoj që ka qenë i sukses. Jo, foto shumë e bukur tek heroinat. Po, këtu. Këtu janë do nismat vogla që... I kanë bo qikat. I kanë bo qikat, po shumë du me thonë, sepse kjo aktivitet, që tha Drenisa, qëllimi është që gjitha ato vajzat e cilat me të vërtet e kanë pasion ose kanë andër në gasin e motocikletës, do të kanë pas një mundësi që këtu të bëhet ta provojmë për herë të parë me instruktor. Do thotë se si ndizet motocikleta, si niset motocikleta, si ndalet motocikleta dhe si ecë motocikleta. Dhe gjithashtu e kam pas edhe një mundësi me një zbritje begit madhe që të regjistrohen për pajisje me patent shofer. Që ka qenë përveç vetëdisimit, do thotë një mundësi e mirë për vajzat të cilat me të vërtet në ashtat dikush nuk i ka mundësit me ma një patent shofer. Ju e keni bërë mundësi. Do thot, klubi Qikat e kanë realizu këto, jo vetëm për një numër caktum, po për krejt ato të cilat janë konë të interesume dhe kanë dëgju që kjo aktivitet për ndodhë. Drenica, këtë aktivitet nuk ka me nalë, sa kina besedu, ka më konë i përveçëm, do çdo vetë ka më organizu në shesh, dhe urojmë që të kemi vajza dhe ma shumë të cilat me të vërtet e përjetojnë këtë adrenalin për herë të parë, edhe këtë ndjenjë, dhe ju ipët një mundësi ma madhe që të pajiset me një patent shofer. Përveç aktiviteteve, jena të folë për aktivitete, për hobby, jena të folë për atraksione, për bukuri. Po edhe për një zgjidhje të qytetit, sepse është shumë e rëndësishme të pajisen me leje adekuate për motocikleta, sepse fatkeqësi po na ndodhin non-stop edhe përmendëm pak më herët edhe me Fidonin që gjithkush është duke dëmtu motociklizmin një farë forme. Mirë, po është përveç këtyne pjesëve të bukër, atleta, të mira që na tu bisedu, të hobbive, do thotë na organizojmë edhe gara, organizojmë edhe evente ndryshme të cilat janë evente ndoshta më të mëdha në Ballkan. Është Kosova Bike Festi që organizohet në shesh në Prishtinë, që marrin pjesë më shumë se 15.000 pjesëmarrës. Në mesin e tyre janë dikun mbi 5.000 motorista prej këtë Kosovës edhe vendeve të tjera të Evropës. Është një event vegi i madh që është sensibilizues. I kemi garat... Ti shohim regjia pak edhe disa foto, përderisa po na flet nua disa foto të federatës, ndërkohë që mundesh me diskutuar. Po, do të këto janë disa momente, për shembull të organizimit të garave në Kosovë, këtë veti kemi
dhe i tash janë organizu 2 gara, do thot në MX, sepse i kemi nda kështu gjatë vitit. Gjithse janë 20 aktivitete, më ranë aktiviti që kanë mu organizu në Kosovë. Këtë vetë... A gjeni përkraje nuk për këto organizime? Çfarë përkraje keni? Përkraje në kryesore kemi për Ministrisë për Kulturë dhe Sport, e cila ka bo një punë të shkëlqyshme, po flasë 2 viteve të fundit, sepse ka rritë bugjetin për 100% nështë për gjitha federatat, jo vetëm për neve, do të kjo për sport, për komunitetin tonë, për gjithë sportin në Kosovë është një lajmë shumë i mirë. Gjithashtu kemi përkraje edhe prej sponsorëve të ndryshme, të cilët gjithashtu Ministria Përkatëse i ka ofruar një mundësi të sponsorizimit, do thot të cilët ata me të vërtet nuk dëmtojnë bizneset, po vetëm pjesën, një pjesë përqindje. Kjo është obligative, do të jipet sportit. Do të kjo e ka zhvillu sportin bëjë shumë, është një mundësi shumë e mirë. Kur flasmi për bugjet, se cilë sport ka atë vlerën e vete dhe ka atë marjën që me thonë e shpenzimeve. Edhe sporti jonë është BG i shtrajt. Për shumë një garusit i duhen BG shumë mjete për me marë pjesë për shumë në gara ndërkombëtare. Këtë vetë për shumë ke marë pjesë me 3 garus në Austri. Është gara ma malë në botë që organizohet. Do të garus tonë, për shumë... Si qëndrojnë në gara garus tonë? Në mesin e 1500 garuzë, garuzë tonë janë në top 100. Do të nër 100 rangohen. Kështu që qëndrojnë... Që është mirë. Që është mirë. Do të pas parasysh që na për 2018 semi të milumë si federate dhe do të kemi nuk ka dash një kohë BG të ristrukturohemi, të organizohemi, vitin e kalumi me pranu ndërkombëtarisht në organizatën ndërkombëtare të Federatës Motociklizmit të Kosovës. Kështu që nuk ka dash një kohë BG gjatë për mu marrë me organizatat të ndryshme që na të sot jemi, do thot, nivelin më të mirë të mundshëm për mu zhvillu si sport. Mirë po, mjete nuk janë asë një erbal. Sepse në asë institucionin njëna vetëm përgjesh që këtu një garuzë mi kryu mundësi mi realizua ëndrat e tyne. Për mi kryu mundësi, po flasë si federat në ejna të varën prej institucionit, që në këtë rasë është Ministria për Kulturë. Me ta kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm, kemi përkraje. Mirë po, nuk është vetëm një sport, nuk është vetëm motocikleta. Do të ka sporte tjera, po sporti jonë është BG i shtrajt, që me të vërtet një motoristi ose një piloti i cili merr pjesë në gara ndërkombëtare, po edhe në gara në Kosovë, do të ka shpenzime BG, është motocikleta, janë servisi, është pjesëmarrja në stërvitje, pajisjet e ngacjes, e plot gjëra tjera. Edhe neve si federate, edhe si klube, rregullimi i pistave, se na kemi pothuajse në çdo komunë nga një pistë ku praktikoni ushtrimet dhe përveç ushtrime organizohen edhe gara. Kështu që përveç asoj pjesës të lezetshme, do të që përmendem si pjesë e parë, ka dhe sfida, ka dhe vështirësi, ka dhe ankesa të cilët janë shumë të mira, sepse çdo ankesë që adresohet tek ne edhe çdo lëshim që na mujna me bë me vedi ose pa vedi, qoftë në gara, qoftë në evente tjera, do thotë e marrim e diskutojmë edhe herën tjetër nuk e bëjmë, sepse është diçka e re, po flas në aspektin organizativ, sepse garat në Kosovë organizohen qysh mas luftës, edhe para luftës janë organizuar në Prishtinë. Mirë po flasim kushte normale. Po janë tekstuar në kushte normale pas luftës. Kushte normale do thotë ne jemi ende të ri, jemi ende tu rrit, tu zhvillu. Mirë po e mira këtë soj punë është që komuniteti motociklistëve janë shumë njerëz të mirë. Kur tham janë njerëz që kanë mendjen e pastërt edhe kanë qëllimin edhe zemrën e mirë. Kjo ka shumë rëndësi, janë shëshnushëm, janë shok. Do thotë taman mund është me konsideru shok edhe... Nuk janë huligana, se ti paramenojnë, sidomos në Kosovë, menojnë që mangupi që keme vëllë. Po dhe mangupi. Janë disa adolescentë që më të vërtet nështë i arsytojmë disa forma, mirë po... është diçka tjetër motociklizmi, nuk është ajo... Nuk është ajo që ajo zhurma që ndëgjojmë na, për shembull mes natë të rruga B ose në një vend tjetër do të nuk jem na. Nuk jem na. Nuk jem na. Nëse nini na e zhurmë, nuk jem na. Gjithsesi këto gjana duhet me u parandalu, duhet në bashkëpunim me policinë, në fund fare të bisedës do të bëj një thirrje për këtë pjesë, sepse kjo është edhe arsyeja që ju kemi ftuar sot. Afrorën e kemi pa shumë aktive në TikTok.
Edhe videot e tua janë shumë virale, janë shumë të bukura në anën tjetër. Kisha pas qef me nda me shikuesit një video, të lutem regjia, në ndërkohë që Afrora na tregon edhe për këtë pjesë, se si ja del, se si e menagjon gjirimet. Me tregu, drejt. Se na i përmendëm paka shumë telefona që nuk janë edhe aq të mirë në vëzitje, por sigurisht për të bërë një video është e mendume deri në cilën pikë me ofru knatësin me po edhe... Janë edhe kamerat për motor, është Insta360 shkollë, po që më nësh me vendosë, do më thonë kamerën në motor edhe më nësh me bu video 360 shkollë, dhe mua jam pëlqanë, se më pëlqanë pjesa e video, pjesa e editimet, edhe për që ato për këtë arsye dhe kom fillu edhe me postu videot në TikTok. Edhe kontenti jam është, ja ka njësë këgja me u pëlqy edhe prej VIP-ve, këgja Dafina Zeqire, Elvona Gjatës, që pi bëj me muzikë të tëne, që që mirë për shkanë. Kjo kongre kemi gjithë të Ilish Shaqirit, po nëse është gati regjia, që të nani edhe të Elvona Dafinës. Të më thonë, janë video shumë të bukra. Okej. Cili është reagimi i njerëzve kur shohin një vajzë? Kur shohin një vajzë... Profesioniste në këtë rast, po. Profesioniste, në fakt nuk jem profesioniste. Po konsiderosh i asaj rrugë? Po kam kohë që e vëzite. I mas pare, kështë të respektojnë, me një fjallë. Janë nisë me të pyjtë sa ku pek e ki motoren. A të konsiderohet, që shme thonë një verzion të femnës, ma bot pak për mangupin? A do kështë qashto? Mini. Jo, tash, kur i postoj videot në TikTok, zakonisht kur të më shkruajnë DM, thojnë mafia që je mangupi. A beshe? Po, në për vete, jam një person që asë bu presin se shkelja, dhe me më këqyrë kështë live, jam e kondër të asoj që e shohin njerës në TikTok. Po, është mirë është kjo pjesë që në Kosovë që ta është këgja, jena bu disa qika motoristi, ja kanë e njësë me thytë do tabu. Unë personalisht jem edhe nane 2 fëmijëve. I kam 2 fëmijë të vegjël, 8 dhe 6 vjetë. Përgëzoj, sepse nuk duke është as fak. Falinderit shumë. Kështë që ato tabu t'i kena thy, bashkë me Drenicën, po mdokët, edhe qika tash e kam post edhe një mundësi me shkun shpem, ju thonë prindve ka dajtë se ka qika tjera që po vëzisin motor. Se do me thonë nuk e kam post gudzimin edhe për diçka që e kam ndosht, ose pasionin që e kam për motociklizëm. Vajzat janë pak, këgjatë konfizume nga familje? Shumë bile janë, shumë janë se më shkujnë edhe, faj që po të ndërprej, më shkujnë edhe në DM për pasionin që e kanë edhe ju shuj gjithë mu, ju bëj thirja. Mile një ditë një qikës në DM i thash do të më bozoni juve që ade nuk keni dëshirë, po nuk gudzojnë. Nuk gudzojnë, s'ka në gudzem. Prej për familje në fakt, po nërmaj që edhe nuk më pos pak të fështirë në familje, se nuk jam pajtu. Në 3 ditë bilet kena pos luft, kështë luft 3 botërore. Atër ki pashtu të me pastru emrin e motociklistit në Kosovë, sepse për të rison këtë botën është i pastër të na, ende duhet pastruar një farë forme. Probleme është që motore ka pak hien e keqe, kështë se do në kërë ku marrë me fillim kanë thonë që ka është kjo motor i kriminelave, ajde. Po dhe? Paragjikimet. Po, paragjikimet shumë ta janë. Po me ngu shqiptarë zbë me dojlas të ndirë të shpis, kështë që ma mirë është më morë me senet tuja, personale. Shqiptari, jo vetëm për motorin, po edhe për bicikletin, a i ka 2 rota, mësi hypë... Po veç ka fillu me ndryshu pak mentalitet, po besoj që ka fillu me ndryshu, na e pame dhe vikendin që patëm aktivitete, ka pasë edhe shumë prind që jënë afru edhe kanë thonë, a moj se qika jem që ish 5 vjetë, 6 vjetë, veç ka qef edhe me hyb motore, mi jep pa gaz, veç me shiju. Do me thonë, ka fillu më ndryshu këgja shumë kë mentaliteti jone. Për krajen e qikav, është i madhë. Po foli, sidomos komuniteti motoristav, kur e kanë marrë vesh që na veç e kena kriju klubin e qikave dhe jena të imbledh qikat e Kosovës që jënë motoriste që nuk jena shumë për momentin, për kraja është shumë madhë. 15 deri 20. Deri 20. Qëllimi ju e është me u rrit hala. Po. Edhe me shku në Austri. Gjithësysh. Me kismet. Me kismet. Flasim pak nu, përdu me u kysh të ky klubi i moshës 9-18 vjeqare.
organizimeve, garave që bëhen. Edhe t'i vedisojmë pak të rinjt, me qënë se i përmendëm edhe si problematik, kisha pas qef bashk me Fidanin me diskutu këtë pjesë pak, se si duhet vedisuar, qëfar trajnimesh mundën me mbajt, që ta pastrojmë këtë emën, që thamë. Janë është tim BG Gjanë, për shumë nëse flasmi për vedisim të komunitetit masës qytetarëve, do thotë në duhet BG po e vërtet, por edhe garat janë një farë vedisimi, një farë forme, sepse marim pjesë Te garat, për shembull, janë kategorizume dhe super junior, junior, MX1, MX2, MX3. Do thotë ku janë kategorizume në bazë të kubikazhës së motorit, ju të gjitha në bazë të vjetëve. Nëse cilë garus që garan, do thotë është janë të arsu me një klub. Do thotë ku në atë klub ka garus të ndryshëm. Do të pothuajse të gjitha kategorive. Do thotë prej fëmijëve të vegjël, që i kanë 4-5 vjet, e deri te ata që hinë në kategorinë hobi që i kanë më shumë plus 50 vjet. Po. Kështu që edhe ata kanë drejt me garu, ata mujnë me garu. Do thotë i kemi edhe kategorinë e atyne që mujnë me garu. Kështu që ata të cilët janë të strukturuar, të antarësuar me një klub, edhe që bëjnë pjesë në këto organizata, e kanë mundësinë shumë më të madhe, për shembull për mu zhvillu. Do të ajo që na jemi të bëjë tash, jemi në përpilim të një projektit, sepse vetmja federata jo ndashta nuk ka një palestër të mbrëmshme, një hapësirë të mbrëmshme, ku na mundna me zhvillu gara dhe mundna me hap një shkollë të motociklizmit, ku na kemi një numër të madh trajnerëve, do thotë djemve të cilët janë pjesë e federatës, ka edhe pjesë të klubeve të cilët mujnë me ufru trajnime për gjeneratat të reja dhe për gjithë ata të cilët dojnë do thotë mu inkuadru në motocikletë. Qoftë për ata për motocikletat rrugës, qoftë për motocikleta për shembull të cilët zhvillojmë gara tash sa vjet. Kështu që është një ndërlidhje mes tyne, po një kisha bo thire gjitha tyne që kanë motocikleta, ose që dojnë me bo motocikleta, të antarësohen me një klub. Se pothuajse në çdo qytet Kosovës ekziston të paktën minimum një klub, kurse kem qytete që janë ka 2 ose 3 klube. Edhe ata funksionojnë në mënyrë të organizuar. Në atë klub janë 90% muj me thonë që janë të edukuar edhe të trajnuar që mundët edhe çdo antar i ri për shembull me qenë pjesë e tyre me marrë eksperiencë. Kjo është një këshill shumë e vlefshme që të gjithë të antarësohen në klube, në trajnime, në mënyrë që të kemi sa më pak dëme në komunikacion. Nëse flasmi për organizimin e garave, do thotë kjo është kjo pjesë, po nëse flasmi tash për ndryshimin e kësaj, s'po tham emrit, po e qasës njerëzve ndaj motocikletës, na fillimisht duhet edhe vetë mu vedisu. Pse mu vedisu? Sepse ato zhurma që njim na mes natës ose ditën, do thot, jo pse muna na mi evidentu ose mi vedisu. Ideja është që ajë mas pari vetë du të me pasat edukatën personale, sepse edukatë familjare e ka, se asë një prind nuk e thot dil edhe jepi gaz, ban zhurmë, shqetësoj e dikan, do thot nuk eksistane. Mirë pa ajë du të me pasat edukatën personale. Nëse se ka, është gjoba, që na nuk duhet me të liru. Këtu duhet mu forcu na edhe me bashkëpunu fort me policinë e Kosovës që nuk duhet zero të lërimi për gjithë kanë. Do thotë nuk ka jo e njofta, jo se njofta është djali filanit, ose shika filanit, ose i shokut, ose tje. Do të kjo duhet mu jek. Na si federate kemi për obligim dhe na duhet me investu shumë në fushata vedisuse, që mi vedisu njerës, sepse është një shembull i mirë që na se kemi asnjë me fatalitet, nëse nuk gaboj 10 vjet të fundit Fidan, kemi një rast ose 2 të cilët për shembull nuk kanë ndodhur për fajin e tyne, po kanë ndodhur ndoshta për fajin e automjetit i cili e ka godit nga pas. Kështu që kjo është shembulli më i mirë i mundshëm që nëse një fëmijë ose një rritun antarësohet me një klub, edhe në atë klub e merr një edukatë se si duhet dilet në rrugë, si duhet ngicet, si duhet trajnohet për një motocikletë, do të ky është shembulli më i mirë. Problemet janë minimale. Çdo gjë që është organizuar, çdo gjë që është e strukturuar, problemet janë më minimale. Nuk do të thonë që nuk ka më ndodhur kur asnjësan. Ndoshta prej kësaj studi kur dalim mund nuk na ndodh diçka. Mirë, po të paktën na jemi të trajnuar edhe kemi përvojë eksperiencë
për parandalimin një farformë ose për sjelljen në rrugë në komunikacion. Fidan, për fund, kisha pas qef një këshill diçka për të rinë mi u bashkangjit nuës edhe në anën tjetër një këshill për femrat edhe nga Drenica. Na vazhdimisht kemi marrë këshilla, sepse kjo bisedë ishte shumë e vlefshme, besoj, për publikun, por kështu tash, sitarisht për fund. Fol Ministrisë Kulturë, Rini dhe Sport, dhe Komitetit Olimpik jemi duke përfunduar unë dhe Drenica një lloj akademie për trajnerët licencum ndërkombëtarisht. Kjo është një lajm shumë i bukur, shumë i mirë. Shumë shpejt, shpresim edhe me diplomu, që në të ardhmen shumë shpejt duhet të hapim një akademi për hapat e parë vëdësimit të ngasjes motorit. Do të ishte gjë e bukur. Është pak e vështirë se ti në autoshkollë nuk po mësh pak pa ditë, apo kështu që obligohen secili në mënyrë vetë anako që tha dhe kryetari me një hapësirë ku s'ka shumë komunikacion ose publik, me fillu mu vëdësu. Për shembull, mu më kam shkrujt të thirrë sa njerëz qysh me orë me fillu më mësu me ngas motorin. Po prapë vin ata ajo pika që vërtet do të më pas kujdes sepse unë e kam thonë shpesh shoqëni e them një njeri si unë më kon shoferin një motorit vogël, po një njeri si unë më kon shoferin një kamionit, që i bjen ose autobusit, që i bjen person jam, kam familje, kam fëmijë, kam gjitha, ku rumë, nëse për unë ato me kam një kamion rumë edhe mu me në qitë motor, se një njeri jem, se ajë si kurone. Kështu që edhe na motorista du me pos ma pak kujdes, mos me konë po folje për në përgjësi se ne që u thujmë për rrugë gjata ma shumë që i kemi pak, ka shumë klube që u thujmë, ju vedem ne. Për voja. Për voj, ka njerëz edhe pak klube që i morin rrugë gjata, person me shëshnia, po në njërë ndryshme, po prapë se prapë, vlena e regla me pas një adres, një klub, një asist, se gjdo klub i ka hierarkinë e vetë, ka kryetarin, sekretarin, ato, është ma ndryshe, se dhe mos kër i ki një logo, ma let identifikuash një farforme që adin gjdo levizje pa dëshërushme, i shkrunë që ati klubit. Edhe mendësia është ndryshe kur janë të arsuar diku edhe e gjenë vetën dhe këshilla trajnimet janë shumë atë thjeshta. Fundit ju kësha thonë që motorë është shumë i mirë, përjetën knatësi, pomje, adrenalin, pasion, gjithat që egzistojnë të mirat, por kujdesin më nej që e konë nivel barazë me armën. Dhe të me posë 100% të kujdes. Adin, jo 99%, hajtë se 100% fokusin dhe të me posë. Nëse nuk mërësh me vozit nallo, s'ka rëndësi ku dhe që i nallo, por shë më zvazhda ma tutje, se dhe të me konë aktiv në motorë. Që ata dhe thujmë ne, çdo kërë këshu kjerën për para, na duhet 3 për para. 3 makina për para, duhet mi përcil, qka po menën a i me bëma, po menën mu këthyja, po menën mu ndale, po menën këtu, dash me kona fatë gjohë. Duhet me pas mendjen shumë të pushushme, duhet me qenë strateg shumë i fort, edhe gjithashtu disiplin, motocikleta e do pajisje, nas një mënyrë me hypë në motor pa pajisje. Shka bo apel sepse një jetë e kemi dhe ato të rujmë, të shijojmë, të shrydzojmë. Të mos bëjmë armik të jetës tonë, definitivisht me marë jetën vetë, sepse mendoj që ashtu konsiderohet nëse nuk kujdesesh. Drenis, faleminderit për vajzat, për qikat që ke bo këtë hap, edhe shpresoj që të antarësohen sa ma shumë, të vedisohen. Këshilla jote për qikat në këtë rast? Për qikat është që mos më dorëzu kur për asë ne ondrë, dhe më thonë qëfar do ondre që kanë me jam sy, me punu, edhe sfidat nëse i dalin gjatë rrugës, së bënë më dorëzu. Për motociklista, pajtona me Fidanin që do gjithësysh kur hyb motor me njerë helmetën me vendos pajisjet mbrojtëse se ato të apshtojnë jetën. Me plot kuptim fjallës, dhe më thonë për qëfar do incidente, rëzimi që një helmet të apshton jetën. Unë ju përgëzoj për gjithë këto iniciativa që i keni banu për federatën, e cila është duke të reguar tashmë sukseset, edhe faleminderit për të gjitha këto fjallëve